Përshëndetje miqtë të dashur. Ja ku po takohemi sërish bashk në një tjetër edicion të programit Fluturues të fëmijëve. Edhe kësaj radhe, ashtu si çdo herë tjetër, ne do të luajmë, mësojmë, argëtohemi pafund bashk me materiale të cilat me dashurinë më të madhe i përgatisim për secilin prej jush. Mirpo, se për çfarë sakt bëhet fjalë kësaj radhe, unë ju ftoj të ndjekim bashk kryetitujt. Zonat e dhëmbit na vizitojnë. Si t'i pastrojmë dhëmbët në mënyrën e duhur. Punime kreative me letër. Testoni njohurit në quiz dhe gjëgjës. E të dashur miq, përmes këtij edicioni të programit Fluturues të fëmijëve, do të takohemi me zonat e dhëmbit. Disa miq tanë të cilët do të na tregojnë se si të mbajmë dhëmb të fortë dhe të shëndetshëm. Po ashtu, ky edicion është një rikujtim se dentistët në fakt nuk janë të frekshëm, por janë miq tanë më të mirë. Ta ndjekim bashkë rubrikën dhe të shohim se çfarë kemi përgatitur për ju. Vënë re ndonjëherë se sa shumë punë bëjnë dhëmbët tanë çdo ditë. Ata përtypin mollë të freskëta, na ndihmojnë të shqiptojmë fjalët qartë dhe na dhurojnë buzëqeshje të ndritshme. Por si çdo gjë e çmuar, edhe ata kanë nevojë për përkujdesje. Sot është një ditë e veçantë. Ne festojmë ditën botërore të shëndetit oral dhe për ta bërë këtë në mënyrën më të bukur, patëm një aventurë të veçantë me miqtë tanë të vegjël. Së bashku zbuluam sekretet e një buzëqeshjeje të shëndetshme dhe mësuam se si të kujdesemi për dhëmbët tanë me ndihmën e zanave të dhëmbit. Por pse janë kaq të rëndësishëm dhëmbët tanë? Dhëmbët janë si ushtarë të vegjël që mbrojnë shëndetin tonë. Ata nuk na ndihmojnë vetëm të përtypim ushqimin, por gjithashtu ndikojnë në mënyrën se si dukemi dhe si flasim. Fillimisht kemi dhëmbët e qumështit, që hapin rrugën për dhëmbët e përhershëm, të cilët do të na shoqërojnë gjatë gjithë jetës. Prandaj është detyra jonë t'i mbrojmë. Sa herë në ditë duhet t'i lajmë neve dhëmbët? 2 herë. 2 herë. Në mëngjes dhe në gjë. Edhe në mbrëmje. Cilat janë ushqimet e shëndetshme për dhëmbët? Karota, bravo. Po qumështit? Sallata. Sallata, bravo. Po çokoladat, a janë të mira apo të dëmshme për dhëmbët? Nuk janë të mira. Ona nuk harrojnë jo. Asnjë. Po më tregon ti mua se cilat janë ushqimet e shëndetshme për dhëmbët? Janë bizelët, karotat, çitërjan lokrat, çitërjan qershijat. Po çokolata? Çokolata jo. A e dini se disa ushqime janë aleatët më të mirë të dhëmbëve tanë? Produktet e qumështit, si qumështi, djathi dhe kosi, janë të pasura me kalcium dhe ndihmojnë në forcimin e dhëmbëve. Frutat dhe perimet krokante, si mollët dhe karotat, pastrojnë dhëmbët në mënyrë natyrale dhe stimulojnë prodhimin e pështymës, e cila ndihmon në mbrojtjen e smaltit. Uji është gjithashtu një nga miqtë më të mirë të dhëmbëve tanë, sepse shpërlan gojën dhe ndihmon në largimin e mbetjeve ushqimore. Por jo të gjitha ushqimet janë mike me dhëmbët. Ushqimet dhe pijet me shumë sheqer krijojnë një shtresë të quajtur pllagë bakteriale, e cila mund të dëmtojë smaltin e dhëmbëve dhe të shkaktojë kavitete. Për këtë arsye, është e rëndësishme të shmangim sheqerin e tepërt dhe të kujdesemi rregullisht për higjienën tonë orale. Joan, apo më tregon ti mua se si duhet t'i pastrojmë neve dhëmbët? Rreth. A duhet t'i lajmë vetëm dhëmbët e përparëm apo të gjithë dhëmbët? Të gjithë dhëmbët. Më trego pak se si, hajde. Të shohem? Bravo. A harron ti ndonjëherë me i pastru dhëmbët? Po, së djem ka thonë mami mi lau, po sot kom harron.
E harru, nuk ka lidhje, mirë për çfarë duhet të bëjmë? Nuk do të harrojmë shumë shpesh, apo jo? Nuk Bën me bo rutinë me I harru me I la dhëmbët, apo jo? Më trego sa herë në ditë duhet I lajmë ne dhëmbët, që ti kemi dhëmbët e shëndetshëm edhe mos me pas nevojë me I rregullu pas. mëngjes edhe natën. Mëngjes edhe në mbrëmje, bravo. Po çka nëse han çokoladata në mes të ditës? A duhet I lajmë pastaj edhe atëherë? Po. Në aventurën tonë të sotme, ne jo vetëm që mësuam si të lajmë dhëmbët, por edhe provuam vetë. Fillimisht, me ndihmën e modeleve të dhëmbëve, ushtruam lëvizjet e duhura. Pastaj, secili prej nesh mori furçën e vet dhe u nisëm të praktikojmë në dhëmbët tanë të vërtet. Apo më tregon mua se çfarë ndodh nëse harrojmë të pastrojmë dhëmbët? Dvin mikrobat. E çka na bëjnë pastaj mikrobet në dhëmbët tonë? I zhytin dhëmbët. Po, pra na I prishin edhe na I lënë ato njollat në ngjyrë të zezë. Çfarë duhet të bëjmë neve në mënyrë që mikrobet mos të na I dëmtojnë neve dhëmbët? Mi la dhëmbët. Sa herë në ditë duhet me I la dhëmbët? 2. Në mëngjes dhe në Natë. Në mbrëmje. Një bravo. Cilat ushqime na I dëmtojnë më së shumë ti dhëmbët? Ëmbëlsia. Çka dëshiron të bëhesh ti kur të rritesh? Dentiste. Pastrimi I dhëmbëve duhet bërë 2 herë në ditë, në mëngjes dhe para gjumit, për 2 minuta. Pasta e dhëmbëve nuk duhet të jetë e tepërt, mjafton një sasi sa një kokër bizeleje. Lëvizjet duhet të jenë të buta dhe rrethore, duke pastruar me kujdes sipërfaqen e jashtme, të brendshme dhe atë përtypëse të dhëmbëve. Është po aq e rëndësishme të pastrohet edhe gjuha, pasi aty mund të grumbullohen baktere që shkaktojnë erë të keqe të gojës. Por ka një vend ku furça nuk arrin dot, hapësirat mes dhëmbëve. Aty fshihen copëza të vogla ushqimi, të cilat nëse nuk pastrohen, mund të shkaktojnë probleme. Për këtë arsye, përdorimi I perit dentar është shumë I rëndësishëm. Ai ndihmon në largimin e mbetjeve të ushqimit dhe parandalon krijimin e pllakës bakteriale, duke mbrojtur mishrat dhe dhëmbët nga dëmtimet. Dhëmbët tanë kanë edhe një mik tjetër shumë të rëndësishëm, dentistin. Edhe pse mund të kemi një rutinë të rregullt, një kontroll te dentisti çdo 6 muaj ndihmon që gjithçka të jetë në rregull dhe të parandalojmë çdo problem përpara se të bëhet serioz. Në fund të ditës, ne bëm një premtim të rëndësishëm. Do të kujdesemi për dhëmbët tanë çdo ditë, do t'i pastrojmë me furçë dhe pe dentar dhe do të vizitojmë dentistin për kontrolle të rregullta. Një buzëqeshje e shëndetshme është pasqyra e një trupi të shëndetshëm dhe ne duam të buzëqeshim gjithmonë me gëzim dhe siguri. E tani juftoj që ta ndjekim bashkë rubrikën e Gjë e Gjezës. Cila është përgjigjja e saktë? Brenda gojës I rreshtuar jam, më ndihmon të ha, më ndihmon të flas. Jam I fortë, por frikë nga sheqeri kam. Nëse s'më pastron, unë së murem ngadalë. Dhëmbi. Rubrika e Fundorës vazhdon të mbetet një nga më të preferuarat tuaja. Andaj edhe kësaj radhe, ashtu si çdo herë tjetër, ne do të mësojmë të ndërtojmë diçka shumë të lehtë dhe të lezetshme prej letrës, të cilën mund ta bëni edhe ju që na ndiqni përmes ekraneve. E se për çfarë saktë bëhet fjalë kësaj radhe, ju ftoj ta ndjekim bashkë rubrikën në vazhdim.
E tani, erdhi koha që të testoni njohuritë tuaja përmes quizit. A mund ta gjeni përgjigje? Cilat ushqime janë më të mira për dhëmbët? Ushqimet me sheqer të lartë, pijet e gazuara, frutat dhe perimet krokante. Frutat dhe perimet krokante. E tani, për fund, ashtu si çdo herë tjetër, unë juftoj që të ndjekim bashkë fjalët më të përmendura të këtij edicioni. Dhëmb, gjuhë, furç, pastë dhëmbësh, pe dentar, dentist, kavitet, baktere, E me kaq të dashur miq, po e përmbyllim edhe këtë edicion të programit Fluturues të fëmijëve, sigurisht për të takuar përsëri javën e ardhshme në po të njëjtën kohë dhe në po të njëjtin vend. Kemi shumë gjëra interesante për të mësuar. Mirëpo, deri të shtunën e ardhshme, mua më duhet t'ju përshëndes. Nga unë Lira, mirupafshim. Tok tok.